Të shikues, mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion qendror informativ këtu në A2 CNN. Do ta nisim duke folur për çmimet gjithmonë në ngritje të naftës dhe për vendimet që janë marrë ditën e sotme nga Bordi i Transparencës për sa i përket çmimeve të naftës në Shqipëri. Do të lidhemi në këtë momente me gazetarin e A2 CNN Armend Pire për të marrë më shumë detaje. Armend, mirë mbrëma edhe mirë se vjen. Do donim së pari prej teje të mësonim se çfarë është vendosur, çfarë është komunikuar sot për publikun, por edhe për palët e interesuara për sa i përket çmimit të naftës. Atëherë se ulemi mbrëma, pas afro 60 minutash në tabelat e të gjithë distributorëve të cilët shpërndajnë hidrokarbure në të gjithë Shqipërinë do të ketë një ndryshim të çmimit të hidrokarbureve, kryesisht për sa i përket çmimit të naftës, ajo e cila është edhe më e prekura për shkak të konflikteve që janë duke ndodhur në lindjen e mesme. Nga shifra prej 218 lekë për litër që është tregtuar me pakicë, nafta do të ketë një ndryshim me të paktën 224 lekë për litër. Menjëherë mbas këtij vendimi ka hyrë në fuqi edhe një prej iniciativave të qeverisë shqiptare, e cila u zotua se nëse çmimi i naftës do të kalonte shifrën e 220 lekëve, do të ulej me 20% akciza, pra një prej taksave që i vishet edhe çmimit të hidrokarbureve në Shqipëri në grumbullimin e gjitha tarifave që depozitohen më pas në buxhetin e shtetit. Nëse kjo nuk do të kishte le të themi një funksion pjesa e çmimit të akcizës, pra nëse nuk do të kishim një reduktim të çmimit të akcizës me 20% me vendimin e Bordit të Transparencës, i cili hyn në fuqi pas afro një ore, çmimi i naftës do të ishte 233 lekë, pra 9 lekë më tepër se sa do të funksionojë gjatë mbrëmjes së sotme dhe në vijim. Është bërë kjo për shkak të lehtësuar një pjesë të mirë të shoferëve, drejtuesve të mjeteve për sa i përket të çmimit të naftës, duke qenë gjithmonë e më tepër në rritje. Bordi i Transparencës fillimisht u mblodh rreth datës 26 dhe 27 mars, kur caktua fillimisht njoftimi i parë për sa i përket të çmimit të hidrokarbureve, ku fillimisht nafta filloi të tregtojë me 203 lekë, por me konflikte të cilat vijuan në lindjen e mesme dhe me fuqit në tregun ndërkombëtar të naftës, të cilat sa vinin edhe shtoheshin në çmim në dollar, ka bërë të mundur që edhe në Shqipëri të kemi një prekje sa i përket të çmimit të naftës. Kështu që ka ngelur vetëm pak minuta për gjithë shoferët të cilët duan të kursejnë afro 50 lekë të vjetra apo 5 lekë të reja në pompat e tyre, në pompat e naftës, ku furnizimi i automjeteve do të funksionojë me çmimin ndryshe. Bëjmë ditur se çmimi i benzinës nuk do të ketë një ndryshim, po ashtu dhe çmimi i gazit nuk është reflektuar në Bordin e Transparencës, duke qenë se të dy këto hidrokarbure duke se ka një rezervë më të shtuar apo nuk ka një interes shumë të lartë nga ana e konsumatorëve blerës, duke bërë të mundur që vetëm çmimi i naftës të preket me një rritje deri në 224 lekë, pra afro 5 apo 6 lekë më tepër se sa është duke u tregtuar aktualisht. Nuk kemi parë deri tani një shfaqje apo një interesim të drejtuesve të mjeteve për të rreshtuar në pikat e karburantit, pasi lëvizja apo luhatja është jo shumë e ndjeshme, por që normalisht tek lëvizja e qarkullimit rrugor, padyshim që shumica e drejtuesve të mjeteve edhe nga intervistat që ne kemi marrë dhe transmetuar në A2 CNN, padyshim që e ndjejnë pjesën e çmimit të karburantit. Ndërkohë nga ana e shoqatës së hidrokarbureve gjithmonë më tepër. Po, do doja të thoj Armend që patjetër dhe mbase nuk e kanë informacionin e nevojshëm, por kushdo që dëgjon këtë edicion informativ dhe dëgjon raportimin tënd, besoj se do të përpiqet të përfitonte edhe nga kjo kohë e mbetur për të mbushur plot serbatorin, pse jo, sepse 50 lekë gjithsesi e bëjnë ndryshimin për xhepat e qytetarëve më në fund atyre që janë buxhetor dhe presin edhe rrogën në fillim të muajit. Më fal se të ndërpreva, do të vazhdoj edhe me diçka tjetër? Jo, në fakt, padyshim ka për konsumatorët cilët janë lëvizës nga një qytet në qytetin tjetër me për shkak të punës apo angazhimeve, padyshim që zë një kosto të rëndësishme, por për gjithë ata cilët janë konsumatorë të brendshëm të hidrokarbureve në qytet, me lënë djegëse vetëm për qytetin, një pjesë kanë zgjedhur zgjidhje me lëvizjet me shërbimin urban, pjesa e biçikletave, por dhe një kufizim që tashmë është vendosur për lëvizje monopatinave, gjë që ka bërë që edhe drejtuesit e mjeteve të rikthehen sërish
drejtimit të automjeteve për sa i përket lëvizjes së lirë në qytet. Megjithatë, diferenca mund të jetë një pjesë e qytetarëve mund ta ndjejnë, ndërsa një pjesë tjetër mund të jenë edhe nga forca e zakonit që një sasi e caktuar lekësh shkojnë gjithmonë për makinën e tyre, pavarësisht se sa mund të jetë çmimi për shkak edhe të buxhetit. Ajo që do të thosha ishte fakti se si ndikon ulja e akcizës apo qëndrimi i taksave që është kërkuar shpesh nga qytetarët, nga opozita, por dhe nga aktorë të shoqërisë civile, duke i kërkuar qeverisë që të heqë absolutisht çmimin e vendosur për sa i përket akcizës, të vëshën e akcizës, por dhe një pjesë të taksave të tjera të cilat janë në çmim të naftës, benzinës, por dhe gazit. Por nga ana e qeverisë është bërë ditur që nuk mund të hiqen taksat për shkak se ato janë sipas tyre mbrojtëse për konsumatorët, pasi shoqata e hidrokarbureve thotë se nëse nuk do të ketë taksim për sa i përket çmimit të naftës, çmimi mund të shkonte edhe më shifrat që janë goxha më të larta në 280 apo 300 lekë për litër, që padyshim është një shifër jashtëzakonisht e lartë. Është lajmëruar për një protestë ditën e nesërme në orën 12, kush organizon dhe ku do zhvillohet, dhe kuptohet se cilat janë kërkesat e organizatorëve. Në fakt janë aktivistë të ndryshëm të shoqërisë civile, nuk ka një kokë apo një drejtues i cili ka marrë përsipër organizimin e protestës, por në rrjetet sociale është njoftuar që ditën e shtunë në orën 12 të drekës përpara kryeministrisë do të ketë një mbledhje të qytetarëve për të protestuar për çmimin e naftës. Është një protestë e cila ka paktën 3 apo 4 ditë që njoftohet nga ana e qytetarëve nëpërmjet rrjeteve sociale. Kujtojmë se gati një javë apo 10 ditë më parë dështoi një protestë e thirrur në rrjetet sociale, kryesisht në rrjetin social Instagram, nga faqe të ndryshme, të cilat me postimet e tyre nxitën ndjekësit të ishin të pranishëm në protestën e thirrur, por që nuk pati një pjesëmarrje më shumë se 10 persona. Shohim se si do të jetë protesta e nesërme, ka një organizim në dukje të paktën nga shpresësia e postimeve në rrjetet sociale, por edhe nga reagimet e shumta të qytetarëve të ndikuar edhe nga rritja e çmimeve, nëse do të kenë apo jo arsye për të protestuar. Kështu që do të shohim se kush do të jenë drejtuesit e vërtet të protestës, nuk është njoftuar nga partitë politike deri më tani, ndoshta edhe kjo mund të jetë një prej arsyeve të fshehta për të mos politizuar protestat apo për të thithur më tepër qytetarë. Kujtojmë që në krimin apo pas konfliktit në Ukrainë pati ashtu një situatë të ngjashme të çmimit të naftës dhe hidrokarbureve në Shqipëri, ku gjatë atyre ditëve dhe atyre javëve të vështira pati organizime masive nga ana e qytetarëve, të cilët u organizuan nëpërmjet thirrjes së shoqërisë civile. Shohim nëse reagimi dhe përgjigjja do të jetë e njëjtë edhe për ditën e nesërme. Por gjithsesi, nëse bëjmë krahasimin edhe me krizën e Ukrainës edhe me krizën e sotme me luftën e Iranit dhe lindjen e mesme, Shqipëria në fakt me çmimin e naftës është renditur gjithmonë në vende të cilat si thua kanë qenë kryesuese për sa i përket rritjes së çmimit. Kemi qenë të parët në rajon me çmim më të lartë edhe ndër 10 të parët në Evropë. Si qëndron kjo diferencë në këto momente? Edhe në këto momente që flasim, Shqipëria vijon të ketë një çmim të lartë të hidrokarbureve, të paktën krahasuar me rajonin, por duhet theksuar se edhe vendet e rajonit si Maqedonia apo edhe së fundmi Kosova kanë po arrin gati në shifrat e 2 euro për litër, 1.8, 1.9 euro për litër në pikat e karburanteve, gjë që edhe në rajon kanë nxitur vazhdimisht reagimet e qytetarëve për sa i përket çmimit të naftës. Pra po shkon pjesa e luhatjes së çmimit të naftës edhe në rajon ka nisur le të themi një rritje disi më e madhe në krahasim me se çfarë shiteshin më parë. Kujtojmë që në shtete si Kosova, Maqedonia e Veriut apo Malizi, përpara se kemi ishim një konflikt apo një tension të hapur në lindjen e mesme, çmimi i naftës varionte nga 1.2, 1.3 euro në maksimumin e saj për litër në këto vende të cilët ne prekëm pak më herët, dhe shpesh në radhë ishin automjetet shqiptare që shkonin drejt kufirit për të marrë karburant pikërisht në vendet fqinje. Kjo situatë ndodhi edhe në momentin kur në njoftimin e parë që Bordi i Transparencës caktoi çmimin në mos gaboj 203 lekë për litër naftë, ndërkohë që vendet e rajonit vijonin me çmimin, thuajse me çmimin e vjetër. Por me ditët që po kalojnë dhe me tensionet në lindjen e mesme që duket se nuk po shuhen, por megjithatë me ngushticën e Hormuzit që është një prej vendkalimeve botërore për sa i përket tregtisë jo vetëm të naftës, por dhe të aspekteve të tjera, duket që do
do të kemi një vështirësi të paktën për Ballkanin, por dhe për Europën për të furnizuar me naftë. Kështu që do të shohim se si do të jetë edhe pjesa tjetër e mbetur e ditëve, nëse do të kemi apo jo ulje ngritje të karburantit. Megjithatë, për të ardhur keq është fakti që në Shqipëri dikur ekzistonte një rafineri nafte e cila në produktin e saj prodhonte sipas ish naftetarëve diku tek 30 apo 35% të lëndës parë për konsum në Shqipëri dhe në mungesë të saj Shqipëria është totalisht e varur nga importet. Armen Pire, faleminderit.